edhe ma vonë vendos ku po dënë, edhe qa po dënë, se ko ka sa dush. Fjolla, sa ka qenë e vështirë për ty, sepse ka qenë një periudhë e vështirë për ty për t'i rritur vajzat e vetme, dhe si e kete i kalu këtë, sepse sot ka shumë gra edhe vajzat që ndoshta janë në kopucët tona dhe se cila kërkon një zgjidhje nga dikur, sidomos nga ftyrat publike. Për ty personalisht, si një grua, duke jetuar në Kosovë, sa ka qenë e vështirë me i rrit dy vajza dhe njëkohësisht me i botë pamvarura, me i mësu me qenë vetvetja? Pavarësisht që vajza e madhe ndoshta deri në një moshë nuk ka jetu me ty, por sigurisht që këshillat edhe vendimet i ke marrë bashkë me të. Une kom sakrifiku shumë për vajzat, po kom sakrifiku edhe për vajzën e dytë shumë lera. E kom bo një sakrificë të madhe, për ta se lindjen e saj kur e kom... Kur ke qenë në proces të lindjes? Proces të lindjes, dhe kur kom dash me lindjen, shumë persona më kanë thonë mos e sjell në jetë. Edhe unë e kom vendos vete, kom marrë për sipër edhe kom thonë që unë e kom e lind këtë vajzë, këtë fëmi, edhe kom e bo gjithë shka për të, edhe kof nevoja dhe kom e fliu jetën time. Edhe kom sjell njët, Allajën, kom shku në Amerikë, faktu në shkova për një vizit atje, se edhe motrën edhe po... Familjar, motra, shoqëri, po. Edhe ndodhi linda atje. Linda veç vetë. Pa përkrajen e anës mashkullit, pa kërkon, edhe erdha në Kosovë këtheva prapë. Si ishte kjo ndjenësia për jetove të lindës vajzën vetëm, Fjolla? Ishin sa momente kur unë e linda Allajën edhe u dofke me shku, tash dokumentat e këto e krejt. Kish momente kur e kisha Allajën maksikoz, edhe vish bësha në din edhe filloj isha me qajtën. Po isha shumë e lumtur. Që e kishe në kra, forca e asaj dhimbje. Po, edhe vetëm u që isha në kam vetë, edhe që kisha shoqërina atje edhe më të ishin, oj Fjolla, edhin sa e fort jeti. Po, më veshin ata lot vetë. Edhin, kur u këthe isha e këshosh aje që akum sjell njetë, o zëtë faleminderit, thë isha, edhe mu e këshin krejt ato sakrifica, thë isha hedhë, kur gjos të koka, as me lindë, as kur gjo kur pesis që njëtë një kryes, ajo ishte një gjo... Mrekulli, një fort. Kur gjo nuk vlejke, as një gjo. Vetëm kur e shesha dhe kapsha e këshërsha, isha, kjo është durata me bukur në botë. Edhe... Kjo është një femën e fort, këgja e fort, sepse të gjitha nanat gëzohen, është gëzimi madhë kur sjell një jetë një fëmi, por kur je vetëm, është dy fish edhe në procesin e lindjes edhe këto, a jetu kuptu. Zakonisht në procesin e lindjes si kemi, unë isha në kontri tjetëra, po kuptën krejt, nuk isha këto. Edhe e linda edhe i kryta krejt, edhe mora forcën, edhe thash jo, rre këto. E ke mendu ndo njerë që ndrosh komplet në Amerikë të ikësh nga realitetin në Kosovë? Po, do, mendova njerë, se më dhe motra edhe... Me qënë se po? Po, mendova, po... Unë jam të pak ma... Luftarake? Po, ma luftarake, edhe thash, ma mirë po këthena. Edhe vendosa mu këthy, e mora Allajën edhe u këtheva. Si ishte këthimi pastaj? Këthimi ishte shumë i lumë të rdullë mami në aeroport me marë, isha shumë e lumë të rtepër që u këtheva në vend temi, në shpetem, edhe atje ishte e mirë jeta e krejt, po ofër familjes, ofër njerëzve dashun, edhe u këtheva mas njëna... Fjolla, po më interesën edhe diçka tjetër. Me qënë se jemi dy gra, duke bërë bised, besoj edhe shumë gra të tjera janë duke na përcjell. Si i ke edukuar vajzat dhe si ke arritur që
të kuptojnë që gratë janë të forta dhe nuk janë duke u rritur për Alaja në këtë rast pa baba. E ka kërkuar ajo ndonjëherë baban e saj, apo... Po, me të thonë drejt, ka momente kur e ka... Ma herët. Ma herët, po flasë për fëminin e shme. E ka kërku në moshën ma herët, 6 vjetë, 7 vjetë, që kjo periuda ka qenë pak abdin. Që ka kërkuar të një të di më shumë. Po, që e ka kërku, po unë e kom qenë të pak... Jem të pak shumë luftarake dhe jem shumë personi fort, nuk e pranoj ndimën ose diçka, se thom jem vetë burë dhe grue dhe apo më kuptan, a kom atë krenarin. Po, e që shumë mirë që e ke, është për të duar trokit. Edhe, unë e mendoj që varet edhe pak për i tipit fëmive. Po. Është edhe... Sa e kupton, sa është e lidhur me ty? Allaja është edhe Lidiana është shumë e lidhur me mu, edhe Allaja është e lidhur me mu. Allaja është ma shumë e lidhur, se Lidiana ta është edhe u rritë, kur i vynë për na i këshilë. Sigurisht ka pasur edhe për krajën e babajt, Lidiana ka qenë pak më ndryshe. Po, qaja, po Allaja është pak ma e lasdrume, se e kum lujtë rolin edhe të babës edhe të nonës. Jo mundu me ofru të dyjat. Dyjat i kom bo, edhe ta është pak ma e lasdrume me gjana. Po, mendoj që Allaja kom e qenë ma shumë e sukseshme, se e kom vrej që prej që ta është i të lufton për diçka të vetën. Nërsa Lidiana është më e ngurtë, ndoshta pak. Ma e ngurtë, po. Që se si mjeket nuk janë edhe qasdrume fjollë, kështu që ajo profesorit që e ka zhjith, janë pak më të buta dhe janë pak më... E kjo është qashtu ma e butë, ma e përgvelun Lidiana, dhe Lidiana u rritë shumë bukur, me një jetë shumë të mirë. Po, Allaja është ma luftarake dhe ma... Po, si funksionon, e di që jeni nënë shumë e përkushtume, sepse 2-3 herë që kemi pasur kontakte, sidomos tani për emisionin, non-stop ke qenë e zënë, jam duke dërgu Allaja në gjimnastik, jam të dërgu në kurse, edhe kam parë që je shumë angazhume me të. Po, Allaja ne kom pas edhe pri e vogël në balet, e kom pas në balet, e kom pas gjimnastik, e kom pas këndim, e kom pas në piano, e kom pas në krejt në gjithë nga pak, po. Ka pak. Në aktivitetet tjera që i bojnë kështu zakonisht fëmi si vynë energjin me hek, atë energjin se kanë shumë që tash fëmija energji, edhe duhet pa tjetër mi kyç dikon edhe me shpenzu energjin e tepër që e kanë. Fjolla, krahas këti angazhimi që e ke pasur njetë, sigurisht që nuk e qenë vetëm artiste edhe këngëtare, je një grua biznismene, një grua që ke biznesin tënd në bashkëpunim edhe me nanën, e dim që ka qenë një krah shumë i fort i joti, ke një biznes të fustaneve të bukra që i ke dhe sot veshën. Faleminderit shumë. Sigurisht që nuk ka qenë e lehtë me menaxhu, sepse je ndarë në trash, se me thonë. Në shtëpi, në biznes, gjithashtu në skenë, sepse ke qenë gjithmonë edhe e skenës. Si ja ke dalë me këtë? Në fakt, une e qira një biznis Allaja luksori ishte me fëmijë dhe me nana, fustana. Se e kum dashtë edhe më pëlqenjë se i du fëmijët shumë, i qmoj, edhe mami shumë shpesh ma bën, hej, pse ti e tep që i halit fëmijët, apo kupton vetë. Unë e i du se unë e famirin teme, e kom pasë qashtë. Ke qenë një vajzë përgdhelun edhe lëzënjare nga babaj. Edhe i përgdheli, jo vetëm të mitë, po edhe shoqeve dhe kështu jem e tepër e afërt me... Me fmi. Po, me fmi. E hapa atë biznisin edhe fillova pastaj e hapa edhe Fjolla Morina Storin. Unë pëlqen linjet e femnave që duken seksi, ki edhe nana që janë seksi shumë. E dëshiron të bukurën, po. Po, unë pëlqen se tash femnat në Kosovë edhe shqiptari për mojnë këtë vetën, edhe linjën e trupit edhe me veshje edhe me krejt. Edhe fillova pak biznes, pak shto, po me pas, që me pas një punë përdiqme. Kur del, ditën zakonisht, mos me... Unë jem tip, nuk kam qef kështu me na ikna për kafe. Për din kështu fort
me dalna për kafe. Edhe thësha e kam një biznes për ditëshëm, fakt edhe mami thësha është pak edhe Ndihma. ndihma. Fjoll, kisha pas qef pak me shpërnda në këto 10 minutat e fundit edhe karierën e muzikës. Je një artiste që pëlqesh nga mbarë Shqiptaria, gjithashtu edhe ke një publik shumë të gjanë në Shqipëri, gjithashtu edhe në Kosovë. Cila ka qenë ndoshta kënga që ka shpërthyer më së shumti edhe në Shqipëri, edhe që ti e ruan me shumë nostalgji edhe me shumë dashuri? Në fakt, në vitin 2013, fillova një bashkëpunim me Flori Mumajesin. Po. Edhe aji ishte suksesi jam më i madhi në Shqipëri, ka nga FB, e pata një sukses te i maset kalum, edhe jem da shumë e knashme me atë bashkëpunim. Ke arritur të kesh bashkëpunime të tjera pastaj pas Flora Mumajesit? Po, e kum pas edhe kangën e dytë me Stresin, jena botëm. Po, jena botëm. është e punu me nga 3DOS, nga pikrisht nga kompania e Florit. Edhe ato kanë qenë këngë shumë të bukura, cilat unë i kom... Në fakt, ka qenë edhe një farë lloj guximi jam aty cilën unë e kom bo. Po, sepse jo të gjitha kanë mujt me knu një tekst të tillë, për shembull, që shka arritë. Po, ka qenë një bashkëpunim